Shqiptarët që emigrojnë janë ata mes moshës 20-39 vjeç. Dhe kjo fash ka mbetur e pandryshuar në 3 dekada. Dhe është pikërisht kjo moshë që mund të përballoj punët në fshatra. Ndaj sot, syri të kap me shumicë toka djerë. Nuk ka ku që i punon më. Për këto punë që mund të bëhen këtu, blegtori dhe shka, se blegtoria mund të ishte një ka fushat më të mira për të jetuar këtu, nuk ka më moshë të rinj që të vend të merren me atë punë. Këtu janë pensionista. Këtu jemi në fshatin Fushbardh në Gjirokastër. I formuar në shekullin e 17, ai njihej si një nga fshatrat më të zhvilluar të zonës. Vetëm për ndërtimin e minierës së fosfateve, që përfundoi në vitet 90, në këtë fshat numëroheshin 300 punëtor. Kjo shifër është dyfishi i banorëve që kanë mbetur sot këtu. Ironi e fatit dhe trishtimi i madh për banorët e moshuar që kanë mbetur të vetëm, pasi fëmijët i kanë në emigracion. Banorët nuk presin vizita. Lëvizja në këtë zonë është shumë e rrallë, ndaj edhe na duhet i thërrasim disa herë që të dalim t'i takojmë. O bashkë. O bashkë. Dhe që një problem për shembull kush është për Gjirokastër në spital, kush është në mbështet. Ka metur domethënë 2 veta në familje ose një vet, një njeri. Vjen mëngjesi, vjen darka. S'të him njeri në derë. Dhe shkallët në lëndojën që shkeli djali për herë të fundit, që eku. Vëllezër e motra ju ka nikur në qytet, për të qenë sa më pranë spitalit, pasi edhe ata kishin mbetur fillikat. 2 fëmijët i kanë në Greqi dhe mund të vizitojnë një herë në vit. Fati madh, ata që i kanë më larg, presin me vite t'i shohin. Është e vështirë. Të keq fëmijë mos t'i keq. Sidomos të mijët e shumë më mas ju që kanë mbetur vetëm kështu, që kanë ikur të vogli, kur del hëna në darkë, pavarësisht se bashkimit nuk i thomë se edhe bashkimi mërzitet, edhe i thomë hënës, kur ishin të vogli, tani janë bërë me familje, po kur vajtën, e i thosh, ohën, mom pe, djem të gjë, se i kënë të vogli gjë, e nëna nuk di gjë. Kjo është ndoshta nga të paktat herë kur veshi të kap vargje këngësh në këto zona. Dasmat e lindjet janë harruar çfarë shije kanë. Ka 1300 banor, sot bëhet fjalë për vetëm 150 pensionistë të mbetur vetëm. Dhe shifra vetëm zvoglohet. Kemi harruar fjalën urim. Nuk urojmë të rroj, nuk urojmë të trashëgohet. Nuk e dëgjuar ndonjë fëmijë as të qaj, as të qesh, as të këndoj, as të los. Penoj fëmijë rrugëve. Më të riun syresh që takuam ishte 15 vjeç. Jetonte këtu, por shkollën e ndiqte në Gjirokastër. Tu kam qenë nga klasa e parë deri në të 5-ën, po pastaj u mbyll shkolla dhe u detyrova të shkoja në qytetin e Gjirokastër. Është rreth 45 minuta dhe çohemi herët në mëngjes, është sakrificë. Shkollë nuk ka, për arsye se s'ka fëmijë, s'ka pse të jetë shkolla. Shkolla si objekt është. Ka funksionuar deri vitet e fundit me pak nxënës, me 2 nxënës deri viti që kaloi. Dhe tani nuk ka më. Tabela mirësevini nxënës të dashur duket paradoksale me këto dyert të mbyllura, që në fakt më shumë se mirë presin, po kërkojnë nxënës. Tu se ka njeri, po e kaloj ditën me çuna tu që janë disa çuna më dhenë kështu, dali me ta bëjnë ndonjë gjë kështu. Është mundësi të lëvizësh fare nga Shqipëria. Pikërisht këtë mundësi kanë shfrytëzuar 500.000 individ që emigruan nga Shqipëria përgjatë periudhës midis 2 censeve, 2001-2011. Dhe kjo ikje nuk e humbi më trendin e saj të qëndrueshëm, edhe me matjet e censit 2023.
Gjetja e një pune me të ardhurat të mira dhe arsimimi konsiderohen faktorët nxitës të emigrimit, pavarësisht qyteteve e fshatrave ku jetojnë shqiptarët. Ndaj, po njësoj të rënda janë hapat e pleqjve nga jugu në veri. Këtu jemi në Grud të Shkodrës. Fshati ka vetëm 16 shtëpi, të gjithë me syt nga rruga për t'u larguar. Në tonë malësit mole, për të vede që i kodej Shkodër, vend ma thotë se këtë s'ke. Se këtë nuk ka ujë për të ndëdrua, njerëzit me ikë poshtë. Paksimi në numër i ka bërë këta banor edhe më të padukshëm në listën e madhe të plotësimit të nevojave bazë. Shkolla është mbyllur prej kohësh, por këtu nuk bëhet fjalë as për të pasur një qendër shëndetësore. Disa banorëve, fëmijët ju kanë sjell makinë që të ikin vetë në spital. Ambulanca nuk vjen dot aty. Se nuk kanë ambulancë të natën kur vjen. Do të me pasi lloj mjetit për më shku në spital. Edhe kena doktorin e fshatit to. Kurse me kanë djali më mirë nuk ka. Po nuk ka që janë shëndetësore. A i zdi ku me ne e gjatë ditës. Du vetë me bojë gjithmonë. Ku me shkua? Ashtë të i thonë një e tjetët. Tu të thonë ty e tu më të thonë mua, man apo në qënë me bojë gjithmonë komplika në Shkodra. Një ashtu, kom që disa e natën. Edhe kanë dekë këtu. Për munges ato, kanë dekë. Dekun e kom që vetë në Shkodra në spital, ideal të ri. Dikur banorët zbrisnin pa rreshtur nga zonat më të thella, e në fshat çdo ditë shtohej nga një familje e re. Tani, edhe ata që kanë mbetur, kanë fatin e këtij plagu, rrokut, që u paksua familja e madhe para syve. Kur kam ra vetë i 7. Tash unë kam vetë, për shembull me djalë, burrë grua. Jeta në këto fshatra ngjan me një zonë pas lufte. Rrënoja, toka djerr, dyert të mbyllura nga ferrat dhe pleq. 3 fëmijët e vetëm që gjetëm në këtë fshat i morëm në intervistë. Tu nuk ka shkollë dhe ne bëjmë shkollën në Grëmir dhe kështu është një burrë që vjen me na marrë me makinë, kura ditë me shi, kura ditë me këshëm, ditë me diellë, shkojmë me bicikleta ose shkojmë kam. 40 minuta e 1 orë.